Miqtë e mi, jemi pra bashkë në pjesën e dytë tashmë të programit për ditën mbar drejt për drejt në Radio Televizionin 21, mysafirë në ftuar Marigona Kresniqi. Mirëmëngjesi, mirë se erdha. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej. Përgëzoj për librin tuaj të parë me poezi dhe me fjalë të urta, i titulluar Trëndafili kërkon shi. Pse ky titull në radhë parë se më bëri shumë përshtypje? Faleminderit shumë. Trëndafili kërkon shi është, domethënë, libri im i parë, është një punë disa vjeçare imja, duke pas parasysh që shkruaj qysh nga mosha e hershme, qysh nga fëmiria. Trëndafili kërkon shi asocion shumë kuptime. Për shembull, si një trëndafil që ka të pamundur të rritet dhe të zhvillohet pa ujë dhe materie ushqyese, ashtu edhe njeriu, domethënë, e ka të pamundur të emancipohet pa kërkuar deturi. Pa ashtu, për shembull, një familje është e pamundur të zhvillohet se e shëndosh, po që se antarët e saj nuk ushqejnë dashuri dhe respekt reciprok. Gjithashtu, një sukses mund të mos rritet, apo mund të mos lind fare, po që se nuk i paraprin puna. Dhe, domethënë, përveç këtyre kuptimeve, unë e kam nxjerrë edhe një poezi me të njëjtin titull, dhe duke pas parasysh që si studente mjekësisë shoh nga afër sëmundje të ndryshme, dhe atë poezi ja kam dedikuar dy të rinjve, të cilët i kanë ndarë vdekja e sëmundja që ka pasur me vdekjen. Ti sa po tregove që je studente e mjekësisë së përgjithshme, mirë, po çka i lidh këto dy fusha, të shkruarit poezi edhe të qenurit studente e fakultetit mjekësisë? Këto sa janë të ndara që edhe janë të lidhura mes vete. Po është lidhja? Edhe mjekësia është një art në vete, dhe mjekësia më frymëzon shumë për të shkruar, por shkrimi është një talent, një dhunti që ta jep Zoti, edhe nëse i ndërthur edhe me profesion, atëherë bëhet edhe më e larmishme. E këndshme. Marigona, sa poezia në këtë libër? Në këtë libër janë të gjitha të shkruara, domethënë të përmbledhje që ti të gjitha poezi që ke shkruar ndër vite, apo si qëndron? Libri përmban 50 poezi dhe mbi 100 fjalë të urta. Domethënë, siç e thash më herët, është një përmbledhje e punës sime disa vjeçare. Mirë, po 2 muaj para se të dalë ky libër, i kam përmbledhur, domethënë, vetëm 50 prej tyre. Sepse ke më shumë, ato tjera të ke vendosur të bësh në një ribotim tjetër në një libër? Nuk e di, ndoshta që janë të moshës fëmijërore, ato janë të këndshme, po ndoshta nuk janë për të butuar tash, edhe nuk e di. Çfarë mund të ngjejnë lexuesit e këto poezi? Po, duke pas parasysh që secili njeri gjatë jetës së tij bën përpjekje për të arritur suksese sa më të mëdha, qoftë në formimin e tij si personalitet, qoftë në lidhjet farefisnore, shoqërore, kolegiale, në ngritjen profesionale e tij, dhe duke e parë njeriu nga të gjitha këto kënde, unë kam përmes kësaj përmbledhje poetike e kam ndërthurur optimizmin, po dhe barrierat gjatë kësaj rruge, po ashtu e kam ngjallur dashurinë për ëndrat dhe punën për të realizuar ato, dhe në këtë libër secili lexues, domethënë, është i kapshëm për të gjitha moshat, dhe secili njeri do ta gjejë veten, qoftë në një poezi apo në një tjetër, sepse ka poezi të ndryshme dhe aktuale. Ti ke një poezi studentët e mjekësisë në këtë libër. Jo, ke dedikuar atyre duke filluar nga vetja? Po, nuk është vetëm ajo poezi, kam pothuajse, mund të them, 25% e poezive janë që i dedikoj studimeve të mia, ambientit ku studioj, pacientit, shëndetit, rëndësisë së shëndetit, e kështu me radhë. Domethënë, nuk është vetëm kjo poezi që ti ke dedikuar. Po mirë, çfarë të ngacmon për të shkruar poezi për këtë punën tjetër që ti ke, për këtë profesion tjetër dhe pasion njerit? Ndoshta dashuria e madhe që kam për profesionin tem, dhe ne në mjekësi themi se aty ku ekziston dashuria për njeriu, aty është edhe dashuria për mjekësinë. Ndoshta kjo është njëra prej arsye, po ashtu edhe kur jeton në atë ambient, gjithsesi që inspirohesh për të shkruar për atë ambient, por nuk përjashtohet edhe pjesa imagjinare. Edhe pacienti tim është një tjetër poezi që ka qenë personale, apo diçka që e kam imagjinuar, ndonë se ne jemi çdo ditë në kontakt me pacientet, mirë, po pacienti im është imagjinare tamam pacienti im në të ardhmen, edhe domethënë ja kam dedikuar atij. E vështirë ti jesh në këto dy pjesë, ti menaxhosh njërit edhe fakultetin, sepse është një fakultet i vështirë, është një drejtim nga më të vështirët në fakt, dhe të del kohë për të marrë me librin?
Unë vlerësoj se rinia është mosha ku duhet se cili prej nesh të investoj sa më shumë në vete, sepse kemi kapacitet, kemi energji dhe pashto dhe truri në këtë fazë memorizon gjërat shumë më mirë. Dhe për këtë arsye unë mendoj që koha nuk do të ta lëm të na ik pa bërë gjë ose duke e marrë vetëm në një gjë të caktuar. Mjafton me dash një gjë dhe kimë mund me menaxhu kohën shumë mirë. Librin e radhës kur do ta kemi? E ke menduar apo të shirosh njërë Po, të parin? thënë të drejten, nuk e kam pritur që ky libër do të pritet aq mirë të njerëzit dhe tani jam duke shijuar një sukses të tij dhe me shumë modesti këtë. Mirë, po përveç kësaj kam marrur edhe kritika, duke qenë se unë rrjedh nga një familje që gjithmonë janë marrur me çështje adëdashëse dhe jam kritikuar pse nuk e kam shilluar më tepër temën e luftës dhe nga kjo kritikë unë kam përfituar shumë sepse në vijat e trasha dhe kam nxjerrë edhe librin tim të dytë, që do të jetë roman dhe kryesisht do të jetë me temë për luftën e fundit në Kosovë, më konkretisht për femrat shqiptare në luftën e fundit në Kosovë, do më thonë ato që kanë përjetuar e tje. E këndshme, Marigona, më qofse ke përshkruar diçka në fund të intervistës? Unë ju falenderoj shumë për ftesën, ishte kënaqësi e imja të me ju dhe për të gjithë moshatarët e me, i kisha këshilluar që të mos dorëzohen asnjëherë, pa marrë parasysh provave që vinë në jetë, sepse siç e kam cekur me një poezi, mjafton të kish një ëndër, mjafton me pas vetëm një ëndër, me punu shumë edhe gjithsesi që ajo ëndër ka mu realizu. Faleminderit, Marigona, shumë, të uroj vërtet shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit.